Mardit ju ne konvullos. Se tregova strategjin tënde, ofendova? Ka diesh i ofenduar për strategjin tënde. S'ki truti me e bletë runin tëmë. Ta kishe ble diesh i ofenduar për strategjin tënde. A të shava ty si njëri. A të shava ty si njëri. Po shkove pak e shuzove jaknën e Benitës me milsu lafe tjera. A të shava ty si njëri. A të shava ty si njëri. Qiti pak edhe në tanën tjetër. Jo, së të nëzora fare. E për men jemi. Jo fare. Pse ke që interpreton? Pasha shanka, në në të mbarë. Gabimje, pse ke që interpreton mua betin? Pse ke që interpreton mua betin? Pse gënjen? Se tregosh gënjeshtar? Se tregosh gënjeshtar? Se tregosh gënjeshtar? Se tregosh gënjeshtar tani? Se ca ardit ta kam tregu për çështjen e motorllëkut, jo për çështjen e homoseksualitetit. Gënjeshtar u tregove tani. Jo fare, s'është e vërtet. Shive, arditi tani po manipulon tjerët. Pse gënjen? Jo gënjeve! Unë thash për çështjen e motorllëkut. Thash për çështjen e homoseksualitetit. Të thash për çështjen e motorllëkut, jo për çështjen e homoseksualitetit. Pse ikën tani? I ke formu ushtarët e tuj? Pse ikën tani? Pse ikën tani? Pse ikën tani? Po ti po më afrosh mua. Dhe ti zbuzon ta më përgojën mua. Pse ikën tani? Pse gënjen? Pse gënjen tani ardit? Pse ikën tani? Pse gënjen tonin edhe Benitës si kur kam thënë homoseksualit? Pse gënjen tani? Pse gënjen tani? Une të thash për çështjen e motorllëkut, nuk thash për çështjen e homoseksualitetit. Ardit, pas ke qenë gënjeshtari më i madh, unë i thash për çështjen e motorllëkut. Bravo, bre, oj Lundër, aman, o Lundër, aman. Drejta ime që ti dhe jeme zartë zime asë më pengon. Ti e di shumë mirë që tash për çështjen e motorllëkut dhe nuk tash për çështjen e homoseksualitetit. Tani që mundosh me i manipulu gjithë njerëzit, ardit ti dole gënjeshtar. Gënjeshtar, që shkoni binde dhe i manipulon gjithë. Unë i thash për çështje motorllëku, ai e kthen për homoseksualitetin. Vazhdo ti merru me manipulimet e tuja, se vetëm manipulimet je. Unë i thash për motorllëk, ai ma kthen mua që i kam thënë homoseksual. E kupton ti? Çfarë mashtrimesh? Dëgjo pak toni, i thash për motorllëk, nuk i kam thënë kur arditit për çështje homoseksualiteti. I thash për motorllëk, jo për çështje homoseksualiteti, këtë gjë ta dish. Dhe arditi tani shive çfarë bën. Arditi ka marrë njerëzit më të afër që i mendon më të fortë, që të mos nominohet asnjëherë këtu, sepse kjo është strategjia e arditit. Të qëndroj me njerëz të fortë për të mos u nominuar në lojë. Se arditi nuk ka fuqi me lojë. Po, ama të lutem shumë mos bjerë pre e gënjeshtrës që thot për mua. Unë ja përmenda xhupin e një vajze tjetër për motorllëk, jo për homoseksualitet. Se unë nuk jam njëri paragjykues në rastin një mashkull, veshje dhe veshje femrash. Dhe këtë e kam thënë edhe te londrimi. Juve po ju manipulon edhe arditi. Ti Benita e ke aftësi me u manipulu, mbaroj mua beti. Me qëfar ftyre ki me dojnë për bigot? Marë të me të ardhë. Arditit mi thonë ashtu, marë. Vazhdo t'i gënjel. A e menon që shdalë? Ti e di shumë mirë që tash për motorllëk. Ti e di shumë mirë që tash për motorllëk, jo për homoseksualitet. Pse gënjen tani banorët? Pse i gënjen tani banorët? Pse i gënjen tani banorët? Pse i gënjen banorët? Dolçe, ti nuk jenë ndalosh ti mua këtu. Pse gënjen tani? Pse gënjen para tjerëve tani? Se nove gjithë që thash për homoseksualitet, kurse të thash për motorllëk, pse i mashtron tani tjerët? Këtë nivel arrite, që ti mashtrosh tjerët për mu, se s'erdi mirë që ta zbulova strategjin. Pse i gënjen tjerët tani që thash për homoseksualitet, kurse të thash për motorllëk? Motorllëk është preja ime motor vlaçko, kur thire njëri me tjetrin. Pse i mashtron tjerët që thash për homoseksualitet, kurse nuk kam thënë për homoseksualitet? A thash për motorllëk. A thash një nga strategjiet e tuja është të bësh njërën motor edhe vlaçka. Që ke bërë me Benitën. Pse ju a thu tjerëve që thash për homoseksualitet?